Në Krujë zhvillua ceremonia përkujtimore me rastin e datëlindjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, ku morën pjesë përfaqësues politik dhe qytetarë të shumtë. Aktiviteti u organizua në nder të heroit kombëtar të Shqipërisë, i cili konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të historisë së vendit. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi figurën e Skënderbeut duke e cilësuar atë si një mbrojtës legjendar të Europës përballë perandorisë osmane. Ai theksoi se rezistenca e tij historike ka pasur ndikim të madh në mbrojtjen e territoreve europiane të asaj kohe. Një pushtim tjetër, ndër më të egrit që ka njohur historia, detyroi si kur ndonjëherë më parë, 47% shqiptarëve të largohen në 10 vite nga Shqipëria. Dhe ky nuk është një sultan Osman, jo, ky është një Argati Beogradit. Për shqiptarët, më i zi shumë herë se Gjorgjeviçi, më i zi se Vučići, më i zi se Çubriloviçi. Sepse me qëndrimet e tij ndaj shqiptarëve, ky ka të i kaluar Vučići. Ky bëri gjithçka ti bëj të zezën Kosovës, vetëm që ta coptoj atë. Imagjinoni ju sot, një kryeministër shqiptar që i vën sanksione qeverisë Kosovës, shtetit të Kosovës, të ngritur mbi gjakun e dhjetra mijëra shqiptarëve për liri dhe dinjitet frymëzuar nga Skënderbeu. Imagjinoni ju, një shqiptar, pa gjak shqiptari, që hedh në gjyq kryeministrin e Kosovës. Imagjinoni ju, një shqiptar, Argati Vučićit, që veriu i Kosovës thotë është tokë e askujt. Çfarë gjaku ka ky? A nuk është ky një gjak më i keq se çdo svalliu që ka sulmuar këtë tokë? Një Hamza, çfarë mund t'i thuhet këtij? Shqiptarët i ftoi që të frymëzohen nga Skënderbeu dhe të vijojnë betejat për çlirimin e vendit nga ai që e cilësoi narkoregjimi i Edi Ramës. Po ta përmbledhim me 2 fjalë, amanetin e prisit ton të pavdekshëm, ai është ky për shqiptarin. Kur mos u dorëzo. Ky është frymëzimi i përjetshëm për të gjithë ata që i thon vetes shqiptar. Ndaj dhe të vazhdojmë në këtë betejë kundër këtij pushtuesi tegër që ka shtruar, ka vendosur mbi shqiptarët një sistem të shfrytëzimi kolonial duke vjedhur pasuritë e tyre, duke vjedhur fondet e tyre, duke poshtruar gjysmën e kombit, të japin përgjigjen që meriton. Çfarë ishte Skënderbeu? Mbrojtësi i qytetërimit perëndimor.